bashk në këtë shtëpi politike për të vazhduar një mision I cili nuk është përfunduar akoma. Duke u bashkuar rreth trashëgimisë së presidentit historik Ibrahim Rugova e duke riafirmuar se Kosova nuk mund të jetë asnjëherë instrument I kalkulimeve të ngushta politike, sepse është projekt I sakrificës dhe I besimit. Prandaj edhe e kam pranuar këtë përgjegjësi me vendosmëri dhe me vetdijen e plotë se pikrisht ky është momenti për ta kthyer Kosovën në rrugën e saj të natyrshme, të fortë brenda e të respektuar jashtë, të bashkuar për brenda e të palëkundur në miqësinë me aleatët tonë, sepse vetëm kështu Kosova e mban premtimin e saj historik dhe vetëm kështu I mbetet besnike sakrificës së dëshmorëve e martirëve, të cilëve u jemi përjet mirënjohës. Motra e vlezër, ka njerëz që thonë se rrugovizmi është vetëm histori. Ka njerëz që thonë se rrugovizmi I takon veç të kaluarës. Por unë ju them sonte, rrugovizmi nuk është relikti së kaluarës. Rrugovizmi është ideja më moderne që ka njohur populli shqiptar në historinë e ekzistencës së vet. Prandaj, rrugovizmi I takon së ardhmës, sepse Rugova kuptoi shumë herët diçka që të tjerët akoma nuk e kanë kuptuar. Shteti nuk mbahet me zhurmë me kaos. Shteti mbahet me dije, me aleat, me institucione dhe me dinjitet. Kur të tjerët mendonin vetëm për pushtet, Rugova mendonte për Kosovën në Evropë dhe për miqësinë e përhershme me Amerikën. Kur të tjerët mbillnin frikë, Rugova mbillte shpresë. Kur të tjerët shanin e përçanin, ai ndërtonte miqësi me botën demokratike. Kur të tjerët e përqeshnin e kërcnonin, ai I ofronte, ai I bashkonte dhe ai I bënte pjesë të institucioneve.